Çështja e ndarjes së fondeve është çështje që rregullohet në kuadër të ligjit për gjitha subjektet, pra nuk mund të veçohet një subjekt i veçantë. Ndërkaq në rastin konkret, pra është faktike që Lëvizja Vetëvendosje ka kërku që lista serbe të mos certifikohet për të garuar në zgjedhje. Dhe po besoj që nëse i shohim praktikat e ndryshme në Bashkimin Evropian madje, nuk ka qenë kërkesë e jashtëzakonshme apo ndonjë kërkesë arbitrare. Ne po shohim që ka në vazhdimsi që vetë gjykatat apo edhe institucione tjera, instanca tjera, në këtë rast ne kemi KQZ-n si instancë që vlerëson certifikimin ose jo të një subjekti politik, kanë ndaluar madje ose garimin ose u kanë marrë mandatet deputetëve të cilët pra kanë treguar shenja armiqësore ndaj rendit kushtetues të vendit. Pra këtë e kemi kërkuar ne. Fatkeqësisht nuk është mbështetur sa di kemi në kuvend, por më e pakta që mund të bëjmë tash, e që kërkojmë edhe nga partitë opozitare, është në vend se ta kundërshtojnë Albulena Haxhiun për postin e kryetares, mirë do të ishte të na bashkohen që të sigurohemi që nën kryetari nga komuniteti serb të jetë Nenad Drašić e jo ndonjë antar i listës serbe. Po ne thash, është veprim i turpshëm, është veprim që nuk do duhet të ndodhte për fakti që u është mundësuar që të garojnë, duke e ditur se çfarë përfaqësojnë, çfarë qëndrime dhe çfarë mendime, besoj që ka qenë mund të jetë edhe e pritshme. Por neve çka na takon është të sigurohemi që nën kryetari pra nuk vjen nga ta, por përfaqësuesi i komunitetit serb të jetë zotëria Nenad Drašić. Po besoj nëse letra është publiku, se nuk jam tash me qenë se dy gazetar radhazi ju referuan, besoj që mund të shihni qartë se për çka është ftesa dhe për çka janë ftuar. Unë vetëm ju referova asaj se si ka ardhur deri te kjo ftesë. Pra deri te kjo ftesë kemi ardhur për shkak se kemi pa që në pamundësi të konstituimit të kuvendit, në pamundësi që të arrihet një dakordim, pra fillimisht për konstituim të kuvendit, pra atë që e kam quajtur në një shkrim edhe si koalicioni konstituiv, që do duhet të përbëjnë nga 3 subjektet më të mëdha që rezultojnë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, kemi pa që ka refuzim për një dakordim të tillë, nuk jemi të interesuar pra që të vazhdojmë me këtë situatë, po ofrojmë edhe një mundësi tjetër për zhbllokim, me qenë se ka subjektin këtë rast si LDK-ja që ka thënë që duhet një marrëveshje politike për të lëvizur përpara, përveç se për koalicion konstituiv, duan një marrëveshje gjithë përfshirëse, ka rrjedh edhe si rezultat oferta apo letra në këtë rast e kryeministrit Kurti, në mënyrë që të ftohen dhe të gjendet një rrugë përpara. Besoj që pyetjeve të tilla mund të përgjigjen vetë qytetarët se çfarë preferojnë. Ne jemi të interesuar për zhblloku procesin, në vazhdimsi, pra prej datës 15 prill kemi ofruar mundësi, propozime për dalë nga situata e bllokadës. Shpresojmë që edhe kjo, pra të mos e ketë fatin e njëjtë që të refuzohet nga opozita dhe të vazhdon bllokada. Pra ne jemi subjekti i cili në vazhdimsi ka ofruar mundësi për të zhbllokuar procesin. E pavërtet, e pasakt, e pavërtet. E pavërtet dhe e pasakt kur thoni tërë opozitën. Nëse ka pas persona, nëse e lexoni sakt, këtë sqarim e dha zonja Gërvalla Shfarc, herën e kaluar, nëse i referoni sakt citatit, aty thuhet që personat të cilët premtojnë buxhet më të lartë se GDP-ja, pra nuk kanë sens ekonomik. Personat që premtojnë
shumë fish miliarda më shumë investime kapitale se sa buxheti pastaj, edhe ata nuk mund të quhen ndoshta ekonomikisht me sens. Mund të diskutojmë për subjektivitetin e frazës, por gjithsesi që premtimet të tilla nuk do duhet të ishin pjesë e fushatës. Por një gjë e tillë, unë po besoj që duhet ta presim përgjigjen e subjektit këtë rast LDK, atyre që është drejtuar ftesa dhe pastaj të shohim se si lëvizim tutje. Kanë qenë deklarata publike, besoj, të disa deputetëve, më shumë se një, kanë qenë deklarata publike, besoj ju si media mund të t'i keni arkivat. Ne kemi dëgjuar të kundërtën nga disa deputetë të LDK-s, po mund t'i pyesni ata, ndoshta mund t'i pyesni në media publike kanë qenë deklarata, por pra po e them, kemi një situatë të re, ku është dërguar një ftesë, pra që të ketë një bashkëpunim dhe marrëveshje politike, ashtu si që është kërkuar, për zhbllokim, konstituim të kuvendit dhe formim edhe të qeverisë. Dhe kjo marrëveshje, kjo ftesë realisht duhet fillimisht të ketë një përgjigje, që pastaj shohim se si lëvizim tutje. Ka pas gatishmëri për takim, për gjithsesi diskutimet që janë bërë edhe herën e parë, pra vitin e kaluar, kanë qenë në kuadër të caktimit të datës së zgjedhjeve dhe shpërndarjes së kuvendit. Pra i njëjti diskutim është bërë edhe tash që në pamundësi të arritjes së një dakordimi për konstituim të kuvendit, e vetmja zgjidhje, sipas tyre mbetet, pra që e keni dëgjuar edhe në publik, që të konstituohet kuvendi formalisht në mënyrë që të shpërndahet dhe pastaj të shkojmë në zgjedhje. Por gjithsesi, ne po presim përgjigjen për ftesën që kemi dërguar dhe pastaj mund të flasim se si vazhdohet tutje. Unë shpresoj, uroj, që të ketë një reflektim kësaj herës paku, të mos jetë situata siç ka qenë deri më tani ku në vazhdimisht kemi hasur në refuzim për të konstituuar kuvendin dhe formuar institucionet e vendit. Nëse ka reflektim, mund të shohim tutje. Nëse s'ka, pastaj duhet edhe njerë ne të shohim cila është rruga përpara dhe nuk përjashtohen edhe zgjedhjet e reja, por ajo për neve, pra siç kemi thënë, mbetet opsioni i fundit. Faleminderit.